Partia Socialiste premton ndërhyrje radikale për të përmirësuar gjendjen e biznesit të vogël nëse vjen në pushtet në 23 qershor. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama e deklaroi këtë gjatë një takimi me të vetë punësuar në biznesin e vogël në qytetin e Elbasanit. Kreu i Selisë Roz ka ripërsëritur edhe një herë se heqja e taksës do të jetë një lehtësim në këtë kohë krize për biznesin e vogël. Në biznesin e vogël duhet bërë një zhvillim radikal komplet. Duhet lehtësuar maksimalisht. Këtë gjitha peshat fiskale dhe administrative në mënyrë që të fillojnë të marrin pak frymë, sepse ky është jo vetëm degradim ekonomik, por është degradim social, është degradim komunitar, është degradim shpirtëror masiv. Ndërkohë që të vetë punësuarit e vlerësuan pozitivisht nismën e opozitës. Jemi shumë gjendje të keqe, mos të pyet. Po me ta heq këtë taksën që paguën ke bashkia. Aq më mirë. Lehtësohesh? Ka po, ç'është lehtëson? Aq më mirë është. Unë 300.000 lekë pagova për dia. 300 në ca. Ja hoqja gojë se çava qeverisë. Unë këtu ke ky dyqan që punoj kaq i vogël sa është, radh pa një kasa fiskale, që unë e kam marrë me bankë se s'kam patur lekë. Edhe kur kam hapur me fjalë që kam hapur dyqanin me siklet të madh, plus që unë punoj me listë. Ta shofësh fletoren për kuriozitet. Ja të gjithë me fjalë e duan ato, për gjitha i duan të drejta, shife fletoria ime. Shife fletoria. Në programin e Partisë Socialiste parashikohet krijimi një sër lehtësirave fiskale me synim rrimëkëmbjen e ekonomisë në vend.